Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin e datës 11 qershor. Është një ditë ku kemi lajme mjaft pozitive. Kemi lajme që do të ndiktojnë, do të rregullojnë gjërat, sepse hëna e plotë e qershor që formohet në boshtin binjak shigjetar, pra, në shigjetar, po përballë është binjaku, siç e kemi thënë, që ka të bëjnë, domethënë, është kjo që themi, binjak shigjetar është pikërisht kjo këtu. Domethënë përballë, por nuk është diçka që nuk e ndikimi që ka të bëjnë është pozitiviteti. Duke pasur parasysh pikërisht kjo ditë ku kemi një kënd që është mjaft pozitiv, një trekënd që bën me Marsin në Luan, që ka të bëjnë me disa takime pune. Kjo hanë e plot gjithmonë na jep mundësinë shumë pozitive dhe anën tjetër paqëndrueshmërinë në lidhje me disa takime, disa vendime, disa ndryshime në lidhje me çështjet negative. Nuk i duron dot këtë dhe i fshin nga memoria. Ka të bëjnë shumë ku ndikimet që kanë bëjnë favorizojnë, veçanërisht në lidhje me jashtë dhe dokumentacione, edhe kjo ndikohet në shenjat e ndryshueshme, binjakët, shigjetarët, virgjeresha, peshqit, që kanë lindur në fund të dhjetëvishit të dytë ose të fillim të dhjetëvishit të tretë, ose ata që kanë planetet në këto shenja. Kemi gjithashtu në të njëjtën ditë kur formohet një gjashtkëndësh Mërkuri me Afroditën, një kënd pozitiv mbas orës 13, ku do thotë në lidhje me komunikimin, me kontaktet tona në nivel personal dhe profesional. Në mënyrë që të kemi një zhvillim pozitiv, ide të bukura, frymëzuese dhe harmonike, pozitivisht ndikohen shenjat Gaforia, Akrepi, Peshqit ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Ka diçka shumë të madhe, ka diçka shumë të rëndësishme. Pra, është një ditë e veçantë në llojin e vet. Mendoni diçka se ka për t'ju dalë aty ku doni juve. Thoni diçka se ka për t'u realizuar në anën tuaj. Por para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi çështjet që juve keni. Duke zgjedhur paketën tuaj, numër për katës të blerjes, jeni gati për të dërguar mesazhin në email dhe flasim bashkë në Viber, WhatsApp apo Skype. Për juve që doni që çdo video që Astrologo.al ngarkon në YouTube, dhe dëshironi të dëgjoni të parë, të shikoni të parë, atëherë ndiqni hapet të ky butoni këtu, e klikoni, bëni subscribe të gjitha dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë live përgjigje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjën e parë, shenjën e dashit. Juve të shenjës së dashit keni disa mundësi. Mundësia e parë është ajo e zhvillimeve të rëndësishme në fushën e komunikimit, në fushën e punës suaj, por të 30 ditë që kanë mundësi të ardhë në çdo aspekt, kurse në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, keni pasur një ndarje, keni pasur një problem. Sidomos, nëse keni pasur probleme të tilla, për shembull me bricjap ose me peshore, duket se tani ka ardhur koha dhe momenti për ta zgjidhur këtë problem një herë e mirë. Dhe është momenti më i mirë i mundshëm për të parë se ç'do të bëni në vazhdimsi. Lidhjet afatgjatë që janë me akrep dhe me gafore, prandaj bini pas, sepse keni diçka shumë të rëndësishme këtë javë dhe pikërisht këtë ditë, që është një ditë shumë e mbar, është një ditë shumë pozitive mbi gjithçka juve ju intereson. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Demit. Çfarë ndodh me shenjën e Demit edhe pse shenjës së Demit kanë kaq mundësi të arta, kanë kaq çështje që do të ndryshojë jeta në fushën e punës së tyre, në fushën e karrierës së tyre, sepse është një moment shumë pozitiv. Sado i vështirë është ndryshimi, por aq mirë është vazhdimësia ekonomike. Meqense do të keni një lajm shumë mirë, një ofertë shumë të rëndësishme, mund ta bëni sepse ka për t'ia vlerësuar në anën tuaj dhe është një periudhë mjaft pozitive
në çdo aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luan dhe ujor duken të bara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e binjakëve. Binjakët e dashur, duket se kjo periudhë, sado që keni pasur probleme, sado që gjërat mund të mos jenë ashtu siç i prisni juve, për një mirë arsye, por ky është momenti i duhur mbi zgjidhjet e problematikave, mbi çështjeve të mëdha që mund keni pasur ose keni, sepse është një moment mjaft i mirë, një moment që do të keni mundësinë për të zgjidhur çështje problematike, për të zgjidhur gjërat nga më të vështira të qenë ndonjëherë. Sepse është pikërisht kjo periudhë, është pikërisht ky moment që për juve do jetë fantastike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash të diçit të parë, me akrep të diçit të tretë, është diçka shumë pozitive dhe mjaft e mbar në lidhje me takimet, në lidhje me ndryshimet e mëdha që do të keni tani tutje. Ajo që do të keni një bashkim familjar është me peshk të diçit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e gaforës. Për gaforet, me kjo se gaforet të duket se tani është një mundësi, është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, ku çdo gjë do të keni mundësinë për të realizuar, sepse edhe favorizimet që bëhen, edhe i çështjet që mund keni pasur ku jeni në nga dreka e tutjes, sepse formohet gjashtkëndshi i Mërkurit me Afroditën, ku juve ju ndihmon shumë në lidhje me disa udhëtime të rëndësishme dhe të një kohë shumë e përshtatshme për stabilizimin dhe ndryshimet të mëdha që do të keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk të diçit të parë dhe me akrep të diçit të tretë, edhe pse duket me vështërsi, por këto janë kalimtare, nuk është diçka që juve të themi me të drejtën që do mërziteni sepse nuk e keni realizuar apo ku diun. Jo, është koha më e mirë e mundshme për stabilizuar gjithçka doni. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e luanëve. Për luanët, në fakt luanët tani në këtë periudhë janë disa dilema të tyre. Çfarë? Në dilemat të tyre sepse ndryshe mendojnë, ndryshe gjykojnë. Por unë ju them luanëve nuk ka vend për të shqetësuar, sepse tani në këtë periudhë duket se gjërat do kalojnë ndryshe, do keni mundësi të ardhë në mbi vendimet dhe veprimet ndryshime të mëdha që vijnë tani e tutje, kur është një periudhë shumë e mirë në lidhje me takimet që do të bëhen, lidhje me një vërtetësi ekonomike. Dhe kjo bën që tani e tutje gjërat jenë mjaft pozitive në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimet të mëdha që do të keni tani e tutje, dhe është një kohë shumë e mbarë. Në çështje shpirtërore, lidhjet afatgjat të dashur ka të bëjnë me ujor, ka të bëjnë me derë. Mos ju ndani këto dy shenja sepse janë më fantastike dhe më pozitive të qena ndonjëherë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është virgjëresha. Meqense virgjëreshat me njëra anë kanë mundësitë që ju jepen, kohën që ju e keni dhe ndryshimin. Përse përket ndryshimit, ky moment që është tani është një moment që vërtet nuk është subjektive, por është mundësia që ju jepet, sepse ju e keni nevojshme, po doni që të rregulloni diçka me të drejtën tuaj dhe kjo e drejtë triumfon tani atutje. Kurse në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjakët e diçit të parë, me dashjet e diçit të tretë që është perfektja, por pse jo mund të realizohet diçka e madhe me pricjap të diçit të dytë. Kur është dhe koha juaj dhe momenti për të zgjidhur çdo gjë që ju doni. Vijojmë tek shenja e radhës, tek një shenjë ajri, që do të thotë peshorja. Me peshore, në fakt, peshoret tani në këtë periudhë duket se sado që gjërat kanë qenë të vështira, sado që gjërat kanë pasur në çdo takim, në çdo vendim, në çdo ndryshim të madh që mund të keni tani atutje, koha ka treguar që juve jeni me shumë fat, i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur problemin, i keni të gjitha mundësitë për të arritur qëllimin tuaj dhe është një kohë e përshtatshme mbi biznesin. Nëse keni për të bërë një blerje, keni për të bërë një ndryshim kontrate, keni për të nisur diçka të re ku diun, bëjeni sot, sepse nesër do jetë shumë vonë dhe e paritshme. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë
me binjak të 10 diqit parë, me peshk të 10 diqit të që është perfektja, por gjithashtu edhe me bricjat të 10 diqit të dytë, por është një kohë shumë e përshtatshme, është një kohë e artë mbi vendime që mund të merren dhe takime që mund të bëhen, sepse kjo është koha juaj, kjo është momenti juaj artit, i vazhdimësisë, i korrektësisë suaj mbi çështjet afatgjatë dhe anën ekonomike. Në çështjet që kanë bënë në bashkim familjar, e keni një mundësi tani, sepse kjo periudhë është më e mirë e mundshme, sidomos me peshk të 10 diqit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e akripit. Përsa i përket akrepëve, akrepët duket se pikërisht në këtë periudhë, pikërisht në këtë moment, kanë një kohë shumë të rëndësishme mbi takime pune, mbi vendimet që ata marrin, një periudhë shumë e artë, mbi një trashëgimni që të kësaj shenje dalë një fitimtar, sepse kanë pasur shumë çështje problematike, shumë gjëra që nuk janë rregulluar, stabilizuar, po vjen momenti tani edhe gjejnë zgjidhje. Koha ka treguar që jeni me shumë fat si në anën ekonomike, si në anën e biznesit dhe të ndryshimit. Momenti që juve keni tani është aja dhe zhëja. Dhe kjo do të thotë që po është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive për të zgjidhur çdo lloj problemi që juve keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash të 10 diqit parë, ujor të 10 diqit të tretë, është perfektja. Edhe pse keni pasur disa problematika të vogla, por kanë qenë kalimtare dhe jo problematike. Nëse keni pasur një ndarje me binjak të 10 diqit parë, me peshor të 10 diqit të tretë, duke se tani ka ardhur momenti për ta zgjidhur një herë mirë këtë problem dhe është koha më e mirë e mundshme për juve të shenjës së akrepit. Edhe pse disa gjëra të tjera duket se është koha më ideale dhe shumë pozitive për të arritur qëllimin tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës. Janë shigjetarët. Përsa i përket shigjetarëve, shigjetarët duket se tani në këtë periudhë e kanë një mundësi të artë mbi ndryshime, takime, vendime, mundësi të arta në ekonomi dhe në stabilizime. Meqense juve keni pasur disa problematika të vogla tani e tutje, dhe ky është një problem që soditet në shumë të raste edhe në çështjet ekonomike financiare, në çështjet e biznesit, por njëkohësisht është një mundësi tani në lidhje me punën, në lidhje me takimet që bëhen, takimet të njëpasnjërshme. Është një mundësi gjithashtu për të parë ndryshimin që do të keni në ekonomi, ndryshimin që do të keni në karrierë dhe në vazhdimsi. Në çështjet shpirtërore, lidhjet afatgjatë, edhe pse duken të vështira, edhe pse shigjetarët gjithmonë janë një hap para se çfarë ndodh, nuk e vrasin shumë mendje për arsye të punës së tyre, por është një korrektësi e madhe në ekonomi, sepse lidhjet afatgjatë, që do thotë me virgjëresht, të 10 diqit parë, do thotë me kafore të 10 diqit të tretë, ku është perfektja, edhe gjithashtu me dem të 10 diqit të dytë, ku është një mundësi e artë në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime të mëdha dhe anën më pozitive të që ndonjëherë. Nuk ka vënë për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Ana shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk të 10 diqit parë, me virgjëresht të 10 diqit të tretë që është perfektja, por gjithashtu me gafore, pse jo, mund ta provoni, që të shikoni të ardhmen tuaj të qartë dhe të sigurt në familje. Vijojmë tek shenja e radhës, që është bricjapi. Për bricjapët duket se tani për tani nuk ka vend për të shqetësuar, sepse periudha ka treguar që juve i keni të gjitha mundësitë, i keni gjërat në vijë për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës suaj, sepse është një moment tani në lidhje me anën ekonomike financiare, sepse lidhet shumë me financat, lidhet shumë me disa ndryshime, por tani për tani, nga do që të vinë gjërat, nga do që ta kthejmë, është një mundësi shumë pozitive. Madje keni kohën dhe momentin e duhur për të zgjidhur çështje problematike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep të 10 diqit parë, me binjak të 10 diqit të tretë, duket se gjërat janë
mjaft pozitive. Një kujdes të veçantë nëse keni një njohje ta ktheni në lidhje serioze, do jetë megafore të 10 diqit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot ujori. Përsa përket ujorëve, në lidhje me ujorët duket se tani në këtë periudhë i keni të gjitha mundësitë për zgjidhur çdo problem që ju keni pasur. Çdo gjë që ju keni në dorë tani, mund ta rregulloni, stabilizoni dhe t'ja arrisni qëllimin tuaj. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dashni 10 diqit parë, akrep të 10 diqit të tretë që është perfektja, por meqense disa udhëtime pune që keni pasur udhëheqjes ujorit e keni pasur si problem në fakt, por nuk e keni zgjidhur akoma, vjen një moment tani, një moment i zgjidhjes së konflikteve, se vetëm konfliktet që mund keni pasur ose diçka tjetër mund të qenë, për supozojmë ndryshe keni menduar juve, ndryshe kanë ardhur gjërat. Kjo nuk do të thotë se është problem, por është diçka që stabilizohet. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep të 10 diqit parë, megafore të 10 diqit të tretë, duket se është shumë pozitive. Një moment i artë duket se ka të bëjnë me luan të 10 diqit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e peshqeve. Përsa përket shenjës së peshqeve, meqense peshqit tani për tani janë në një farë udhëtimi, rrugtimi për punën e tyre, por njëkohësisht kanë dhe disa gjëra të tjera, ku do thotë stabilizim ekonomik-financiar, ku do thotë disa takime që keni tani në këtë periudhë, janë takime pozitive, nuk është se ka një problem të madh shqetësues, jo. Por gjithmonë i keni gjërat në vijë për të ndryshuar, për të rregulluar, stabilizuar ekonominë tuaj, dhe është një moment mjaft i mirë tani. Sido që të vinë gjërat, nga do që ta kthesh, është koha për të marrë vendime, dhe këto janë vendimet më perfekte, janë vendimet historike në karrierën tuaj dhe në mundësitë të reja që juve keni. Nëse keni pasur probleme, nëse keni pasur gjëra që nuk mundshin të i rregulloni për momentin, por vjen ky moment tani, kjo kohë, që është një kohë shumë e mirë e mbar në anën ekonomike financiare, në lidhje me biznesin bëhet fjalë, shumë, ku kjo periudhë do të ndikojë, do të ndihmojë mbi stabilizimin tuaj ekonomik financiar dhe çështjet e biznesit. Në çështjet shpirtërore, edhe pse me disa problematika të vogla që keni pasur me akrep apo me dem, po duket se do t'i zgjidhni. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me virgjëresh dhe megafore duket të mbara, pak vëmendje do të bëni me peshore të 10 diqit të dytë. Këto ishin pak a shumë miqtë e mi për sa përket të parashikimit të datës 11 qershor të 2025-s. Por para se të ndajmë bashkë, unë rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, që jeni në kërkim të parashikimit të tajuar, keni pikërisht të faqen këtu, e klikoni dhe duke klikuar, duke parë mbi parashikimet dhe ajo që ju intereson më tepër, e klikoni, e shikoni dhe duke zgjatur paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, jeni gati pastaj për gjithçka ju intereson, për gjithçka juve dëshironi dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype. Për ju që doni që çdo video që Astrolog Pikal ngarkon në YouTube, e dëshironi të dëgjoni të parë, të shikoni të parë. Atëherë duke na bërë subscribe tek butoni që shkoni këtu, jeni gati, si shkoni, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë live përgjigje. Nga unë Jorpulla, një ditë të mbar, ditë të lumtur me këtë hënë plot, do shikoni shumë gjëra të ndryshojnë. Gjithë mira.